Lumi Vjosa po kthehet në një nga destinacionet më të preferuara të kësaj vere, duke tërhequr një numër të madh vizitorësh vendas dhe të huaj. Ujërat e tij të freskëta dhe natyra e paprekur ofrojnë një ambient ideal për pushim dhe relaks gjatë ditëve të nxehta. Ky vend është vërtet i jashtëzakonshëm dhe i qetë. Ujërat e lumit Vjos janë shumë të freskëta dhe të pastërta, ndërsa natyra përreth është ende krejtësisht e paprekur. Gjithçka këtu ndihet natyrale dhe e qetë, larg zhurmës së qytetit dhe zonave turistike të mbipopulluara. Është hera ime e parë që vi këtu dhe jam vërtet shumë e impresionuar. Përvoja e larjes në këtë lumë dhe kalimi i kohës pranë ujit është diçka shumë e veçantë. Më pëlqen shumë atmosfera dhe do doja patjetër të kthehesha përsëri në të ardhmen. Turistët zgjedhin të lahen dhe të kalojnë kohë pranë lumit, duke shijuar pastërtinë dhe qetësinë që ofron zona. Për shumë prej tyre kjo është një eksperiencë e veçantë, larg plazheve të mbushura dhe zhurmës së qyteteve. Unë e dua shumë këtë lumë, është shumë i qetë në këtë pjesë, i heshtur dhe plot bukuri natyrore. Uji është shumë freskues, sidomos në këto ditë të nxehta vere, dhe duket si një vend perfekt për të relaksuar dhe për të lidhur me natyrën. Nuk kam parë kurrë më parë një vend kaq të bukur natyror. Lumi Vjosa është vërtet i mrekullueshëm dhe gjithçka përreth e bën të ndihesh i relaksuar dhe i lumtur. Është një nga përvojat më të bukura që kam pasur gjatë udhëtimeve të mia. Vizitorët e huaj që e shohin për herë të parë shprehen të mrekulluar nga bukuria e Vjosës, duke e cilësuar si një nga lumenjtë më të veçantë që kanë vizituar.